Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton vetëm një lugë sot buke dhe do të shpëtoni përgjithmonë nga ky problem i madh. Soda e bukës është përshkruar në vitet e fundit si një ilaç i vërtet për shëndetin ton. Soda e bukës përdoret për të lehtësuar problemet e stomakut dhe për të trajtuar shumë kushte të tjera shëndetësore. Soda e bukës është gjithashtu e dobishme dhe mund të përdoret për të pastruar shumë sipërfaqe, por përdorimet e shumta të saj nuk mbeten vetëm në këto që ne përmendëm. Soda e bukës është një produkt i shkëlqyer për të mbrojtur dhe kujdesur për bimët, pasi ka veti kërpudhë vrasëse. Miksoni 3 litra ujë me 4 lugë sodë buke dhe aplikojeni atë në trëndafila për të luftuar njollat e zeza të shkaktuara nga kërpudhat, ose në pemë frutore për të parandaluar kërpudhat e shëmtuara. Përforcon bimët. Soda përmirëson fotosintezën duke lejuar një rritje më të fortë të gjetheve. Para aplikimit të saj në të gjithë zonën, aplikoni një sasi të vogël në një gjethe për të parë se si bima reagon në 24 orët e ardhshme. Përzini pak sodë buke me pak uthull dhe aplikojeni. Kundër parazitëve, derdhni një lugë gjelle sodë në 1 litër ujë, pastaj spërkateni gjithë tokën, insektet. Përhapeni sodën e bukës në tokë për të mbajtur larg milingonat ose insektet e tjera. Soda e bukës është një produkt i jashtëzakonshëm. Duket pak si e pabesueshme, por ajo realisht mund të bëjë mrekulli. Efektet mahnitëse të saj ju mund t'i shihni që nga përdorimi në kuzhinë dhe deri tek larja e rrobave, si edhe një produkt kozmetik. Bright Side ka bërë një koleksion të përdorimeve më të zakonshme të këtij produkti të përditshëm, të cilat ne do t'i ndajmë sot me ju. E dobishme për larjen e rrobave. Përdorimi i sodës së bukës e tretur në ujë direkt në rroba ose në makinën larëse do të ndihmojë për të zbutur rrobat dhe për të eliminuar njollat, për të hequr njollat e verdha të cilat mbeten nga djersa në bluzat e bardha, për të hequr njollat e bojës dhe për të hequr njollat e frutave apo verës. Përdorime fantastike në kuzhinë. Soda e bukës është një pastrues natyral shumë efikas. Duke hedhur pak sodë buke në një sfungjer apo leckë të lagur, ju mund ta përdorni për pastrimin e mikrovalës dhe sobës, heqjen e yndyrës tek mobilet e drurit apo tek soba e gazit, dezinfektimin dhe aromatizimin e mobiljeve, pastrimin e enëve të kuzhinës, larjen e frutave dhe perimeve, për të hequr pesticidet, pastrimin e frigoriferit brenda dhe jashtë, heqjen e ushqimeve të ngjitura në tigan apo në tenxhere. Perfekte për pastrimin e shtëpisë. Nëse po kërkoni një pastrues shumë përdorimsh, mjafton vetëm të tretni pak sodë buke në ujë dhe ja ku e keni. Përdoreni atë në spray ose hidhni pak sodë buke në një copë ose sfungjer. Për të pastruar bijuteritë, aksesorët e argjentit ose metalit, për të dezinfektuar tualetin dhe pllakat e banjës, për të zhbllokuar tubat, për të hequr njollat nga mobiljet e drurit dhe gjithashtu për të pastruar qelqet dhe gotat e kristalit që të shndrisin, për të pastruar hekurat e zgarës, për të hequr ndryshkun tek objektet metalike dhe për të zbardhur atletet sportive. Është e jashtëzakonshme për heqjen e aromave. Soda e bukës është gjithashtu një aromatizuese e shkëlqyeshme. Përdoreni këtë pluhur për të hequr erën e keqe tek këpucët, për të hequr çfarëdo lloj ere tek duart, për të hequr aromat tek frigoriferi dhe mikrovala, për të eliminuar erërat e këqija nga koshi i plerave,
për të hequr erën e urinës, së maces ose të qenit, për të hequr erën e keqe në dyshek, që të mos marrë erë të keqe valixhia dhe për të aromatizuar makinën. Si një ingredient i rëndësishëm në kuzhinë, soda e bukës gjen përdorim edhe në shumë receta të ndryshme. Ajo mund të përdoret për të zbutur mishin e lopës dhe pulës, për të mbajtur ngjyrën e bardhë të lule lakrës dhe për të hequr erën e saj, për të neutralizuar aciditetin tek lëngu i portokallit, për të hequr shijen e uthullës së mollës. Është njëkohësisht efikase për shërimin e disa sëmundjeve. Mund të përdorni sodën e bukës për të shpëtuar nga disa sëmundje të zakonshme. Treteni atë në ujë dhe përdoreni si një kompres të ftohtë ose për gargar. Ky solucion do t'ju ndihmojë kur keni probleme me tretjen, për të eliminuar gazrat e shkaktuar nga konsumimi i perimeve, për të lehtësuar dhimbjet e bajameve dhe për shpejtuar procesin e shërimit, për të pastruar një hund të zënë, për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve, për të lehtësuar dhimbjet kur ju diqni gjuhën, për të trajtuar plagët e formuara në gojë, në rastet kur ju keni të përzjera apo jeni helmuar. Si produkt për kujdesin dentar, soda e bukës përdoret gjithashtu për të pastruar dhëmbët dhe njëkohësisht ajo ndihmon edhe në zbardhjen e tyre dhe parandalon gjithashtu formimin e gurzave. Përdoret nga ana tjetër edhe për fytyrën dhe flokët. Soda e bukës është një produkt i cili mund të trajtojë mjaft probleme të ndryshme, duke filluar që nga fytyra dhe deri tek flokët. Soda gjithashtu është një trajtim tërësisht natyral, i cili mund të përdoret për lëkurën dhe flokët dhe ju mundet që ta përdorni atë për të shmangur irritimin e lëkurës pas depilimit, për të hequr njollat e zeza dhe puçrat në fytyrë. Soda e bukës gjithashtu mund të përdoret edhe si një pastrues natyral i fytyrës dhe trupit, për të hequr qafe të gjitha toksinat e këqija dhe gjithashtu për të hequr njollat e zeza dhe puçrat në fytyrë. Soda e bukës mund të përdoret edhe si një pastrues i fytyrës dhe i trupit, për të larguar të gjitha toksinat dhe nga ana tjetër për t'i larë flokët pa shampo, për të parandaluar formimin e zbokthit dhe për të zbardhur pjesën poshtë krahëve, gjunjët dhe bërryllat. Përdorime të tjera të sodës së bukës. Ka edhe disa përdorime të tjera fantastike të sodës së bukës, për të cilat ju mund të mos keni dëgjuar më parë. Në raste emergjente, soda e bukës mund të përdoret në shuarjen e zjarrit. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për të vrarë të gjitha insektet dhe mban në larg të gjithë buburrecat. Eliminon bakteret e këqija të cilat gjenden në kopshtin tuaj. Soda e bukës mund të ndihmojë kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e aciditetit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulëzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjen. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në stomak nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.